Falënderimi, madhnimi, lartësia i takon Zotit madhnum. Dëshmojmë se s'ka Zot tjetër përveç Allahut, një hak. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Zotit, paqja qoftë mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam. Paqja e bekimet, urimet ja dërgojmë atij, pastaj familjes së tij, pastaj shokëve të tij, pastaj gjithë atyre që mundohen me pasu atë, dhe gjeneratat e para deri në frymën e fundit. Dhe mbi juve vëllezër veçanti, selamullahi aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe shumë të respektuar xhamatli. Islami, feja islame, me të vërtet nuk është fe e cila, siç po e quajnë disa, filozofi. Fe e cila i flet vetëm mendjes edhe ka të bëjë me aspektin mendor. Feja është edhe aspekt bindjeje, mendim, prek anën e sipërme të njeriut, pra prek kokën e njeriut, pra aty buron, aty starton, fillon me mendje, edhe pastaj kalon te shpirtërorja, te rituali fetar. Dojna me thonë, besimtari musliman nuk mund t'jetë musliman i mirë dhe nuk është fetar i mirë kur ai vetëm bindjen e ka, edhe vetëm i jep rëndësi aspektit bindjes dhe jo ritualeve fetare. Pra, nuk ka fe pa rituale fetare, po dojna me thonë. Rëndësia e ritualeve fetare, me thonë ma ndryshe, me ik asoj filozofisë që feja është veç filozofi, fol, spjegan, bindje, jo, feja po e ka atë aspekt, ama ka dhe rituale fetare. Nuk ban pa rituale fetare. Nuk ka fe në botë pa rituale fetare. Këto janë të gërshetuar njëna me tjetrën, nuk ban njëna pa tjetrën. Nuk ban njëna pa tjetrën. Të nderuar vëllezër, kur ne i themi besimtarit musliman, i themi se pejgamberi Zotit ka thonë mës afërmi besimtari është me Allahun kur është në sejdë. Kur i themi kështu, ka thonë pejgamberi Zotit, mës afërmi besimtari me Allahun e vetë është kur është në sejdë. Kur të krysh ti qëtë namaz, kur të falesh, e me rikujtu ti qëto, në sejdë je ma afër me Zotin. Çka ndodh me ty? Kur ti e rikujton qëto, emocioni ngjallet. E kini far emocioni gjatë namazit, gjatë qëti rituali fetar, të kap një far dridhje, të kap një far emocioni. E kështu më radhë kur ti e përjeton namazin, kur ti e bën namazin me një far lloj përjetimi, me një far lloj përulje, e bën këtë ibadet, këtë adhurim që qashtu dhe tjera. Për shembull shkojnë atë qabjana. A kena me shku në qabe, haxhiler, si vjet. Kur shkon te qabja aty, kur të shesh ti qabën, edhe kujton që qabja është Bejtullah, shtëpia e Zotit në tokë. Je musafiri Allahut, je musafiri Zotit, veni ma i shajt në rruzullin të kësur, ti po gjetesh aty, me sytu, peshe qabën. M'fal, a nuk të ngjall që kjo emociona? Ja, pra këta ngjall një farë emocioni. Ky ritual fetar i haxhit e i vizitës tonë të Bejtullahit, shtëpisë Zotit, ta ngjall një emocion. E ç'kjo emocion, kjo tani shkon te mendja, prek mendjen edhe zgjon imanin, shton imanin, edhe lidhen këto dyja, aspekti mendor i bindjes, edhe pastaj ti me ritual fetar që s'bën pa ato, e shton ti emocionin edhe shton përmes sajna imanin, edhe lidhet kjo njëna me tjetrën. Allah i dhul gjelal, ta qëtë koncept po dojnë me fërcuna pak ma shumë, e me argumentu pak ma shumë, që të mos habitemi se, na që po falëm, edhe kur ti flasëm dikuj për mu fali, për me ardhë mu fetarizu, me hinë rituale fetare, mos me met vesh në shkallën e parë të bindjes, ja, unë e vesh besimtarja musliman jam, po kur të këshësh, asë një ritual fetar nuk e bën. Atë është aot për i ritualit fetar, për adhurimeve. Jo, na kur ti flasëm dikujna, po dhe nëse kanë mesin të të atil që vesh me islamin e kanë vesh me bindje, e nuk e kanë në praktik, ja, do të me dojnë këtë shkallën e dytë, mi gërshetu këtë dyja, sepse nuk ban, nuk je tani besimtar mutewazin, thojnë, nuk je mesatar, nuk je balancim, nuk je ekuilibër, nuk je besimtar i mirë, se Allahu po thot,
feja buron prej zemrës, ose starton nga mendja, bindja, që ekziston një Zot, ai Zot meriton mu adhuru e kështu me radhë, e tash çat adhurim, çat bindje, ti duhet me shqit në praktik, përmes kujna, përmes ritualeve fetare. E kjo ta sjell emocionin e tash të imanin. Tash këtu po do na munal pak. Allahu dhul jalal në Kur'anin e Kerim ka thonë: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha almu'minun. Surja Mu'minun. Kjo kaptina, El Mu'minun, në Kur'an, është njëna prej 114 kaptinave. Ka zbrit në Mekke. Ka zbrit ka fundi i qëndrimit Muhamedit a.s. në Mekke. Atëherë kur i nështu gajlet edhe mërzijat për umetin musliman në Mekke, për gjeneratën e muslimanëve të Mekkës, ka fundi i qëndrimit pejgamberit në Mekke, është janë shtu gajlet, janë shtu dertet e Muhamedit a.s. edhe vetëm besimtarëve. Në atë kohë të vështirë, emocionale, shpirtënore, kështu me radhë, edhe fizike që besa, zbret surja Al-Mu'minun. Edhe i thëtë Allahu dhul Gjelal Muhammedit a.s. dhe krejt besimtarët dhe në kiamet. Qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Cëllë besimtarë, ja Rabbil Alamin. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata cilët namazin e tyre janë të përqendrum, janë të vëmendshëm, e kanë vëmendjen, përqendrimin, për ulljen, aspektin e mendjes, do me thonë bindjen. Pastaj vazhdojnë ajetet, ajeti i 9 të kësaj sure prape përsërit të ngjajshëm muhabet thot: "Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun." Besimtarët kanë shpëtuar në ajeti i parë, i dyti, ata të cilët ndaj namazit tyne janë të përkushtueshëm, me përkushtime, me bindje, me kështu me radhë. Vazhdojnë ajetin në fund thot: besimtarë janë, kanë shpëtuar besimtarët, ata cilët namazin e tyne i rringate e falin. I kena shfletu pak muhabetet e tefsireve, komenteve, edhe thojnë, vllaznim, kur t'ja mësojna dikujna namazin, kur t'ja mësojna dikujna, hajde po t'a mësoj namazin më fal, po t'a mësoj një ritual, namaz, agjerim, avdes, haxhin, zeqat, po t'a mësojna. Që mi jepu më zërë, mi a spjegu detajet atje. Ka dalë, përfshije, brylin mirë, mos e le pe e lak, brylin avdes, kur t'ja nisë shmu falë, kam të mirë, koncentrohu, dur të këshur mirë ku pi lidhë, këshur kur po merë të këbirë, kur të bish në ruku, detajet teknike, ja spjegojna për namaz. Po, ato e kanë vene e vetë. Po ne mendojmë në bazë të këti koncepti, mendojmë se para se mi mësu dikujna një ritual caktuar fetar, një adhurim caktuar fetar, na du të me i dhonë rëndësi aspektit të mendjes me kuptuaj, ose ajo e re, ose a i ri, me kuptu pse mu falaj, për çfarë arsye mu fal. Lidhja e ti, e mendjes ti, përmes mendjes lidhja ti me Allahun e herë, njohja e Zotit, bindja një herë, kur të bindesh, pastaj i mëson detajet e namazit, se po kalum te shkolla e dytë, mësimi i detajeve teknike, prodhojmë një musliman teknik, prodhojmë një musliman që ai falet, bile falet mirë, e kryn haxhin, shkon numre, shkon merr avdes, jep zeqat, Ramazanin me apoti çfarë agjerimi bën, teknikisht një musliman shumë i mirë. Syt del pe xhamie, është në gjendje me të rajt, me të bota lavere, edhe hajt, harami a pas harami, është në gjendje me të myt. A besimtarët vjen falet e na, e myt vetveten, e myt dikën tjetër, shkakton telashe probleme, a falet vëllai. O namazdesh, kur t'ja këshysh veprat, pse ende nuk ka ndikim namazi e rituali fetar, s'po ka ndikim në përmirësimin e tij. Pse? Se te bindja është muhabeti. Nuk bën besimtari pa dyjat, edhe dyjat do të me konë të fuqishme. E para bindja, mu bind në Allahin dhul Gjelal, e pastaj nuk bën me menajt veç aty, do të patjetër ritualet fetare, se këto ta shtojnë ty imanin. Allahu dhul Gjelal ka thonë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kemi krijuar xhenet dhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë mua. Pra, besimtari është qenje rituale, duhet me i ra ka namazi, ka agjerimi, ka ato rituale cilat i ka lyp Zoti. Duhet me i ra që asajt nuk bën pa to. Të ndëruar vëllezër, ky koncept
na jep atë barazin, atë ekuilibrin na jep, që duhet me kanë një besimtar musliman. E pastaj, duke i ndje këto gjona, duke e fal namazin me ndjeshmëri, me përullje, ti pastaj ndikon çaj namaz, ndikon në psiqikën tonë, në mendjen tonë, ti bash një besimtar shumë i fuqishëm. A nuk e keni vrejt kur të bojnë atë tesbina, një për ritualeve, a bojmë tesbi, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu akbar, a thojna, a përmenëm Allahun po. A dallon forma, për shembull, shpejt me thonë subhanallah, prej asojna, subhanallah, edhe kur e din kuptimin, i lartësuar dhe patmeta o Zoti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu është më i madh, Allahu është më i madh, je të fol me Allahun ul Xhelal. Je në kontakt me Zotin e Madhnum. A dallon që kjo emocion prej Allahu akbar, Allahu akbar, a dallon si vonata me ditë. E këtu është pojenta që hajde ti flasim mendjes tonë, vetvetes tonë, shoqërisë tonë, edhe mësimin kur t'japim dikujt, të flasim s'pari bindjes, ta mbushëm mendjen edhe zemrën me bindje, e pastaj ta përkthejmë këtë, të i bim ka ritualet fetare, ta ngjallim shpirtin me rituale fetare, të cilat i bojmë me përkushtim, pra ajeti i parë i dytë i surës El Muminun, e falin namazin me përkushtim, me bindje, me kështu me radhë, e ajeti i 9 i kësaj sure i rrin gati namazit e falin normal. Pra, aspekti teknik është ajeti 9, aspekti shpirtnor, mendor, i bindjes e i përkushtimit është ajeti nalt, ajeti i dytë. Pra, du të me kalu ka mendja, me shku te praktika. Ama nuk bën njona pa tjetërën, se nuk je besimtari mirë, e ndodhin të lashe pastaj, e po ne e bojnë tani me gisht, po thuj që këta që falen, që qa bojnë këta që falen. Po dhe se s'po arrin mu përmirësu suluki, s'po arrin mu përmirësu veprimi njeriut, s'po arrin mu eduku, me fe s'po arrin mu eduku, a dikush u eduku. Gjeneratat ma herët që të fe kanë përdor recept për me eduku mendjen, trupin, shpirtin e kështu me radhë dhe i ka pas hije veni, i ka pas hije besimtarit veni. Asër, 100 isharete po bohën në drejtim të islamit, 100 etiketime për anëgjesin në shpinë. O vllazni, hajde ta përmirësojmë islamin ton, fen ton. Ta përmirësojmë se me përmirësimin e botkuptimit mbi fen, përmirësohet veprimi jon. E pastaj na largohen etiketat me automatizëm, largohen etiketimet. Allah e na falë ja Rabbil Alamin gjunahet tona, na përmirësoft zemrën ton, mendjen ton, islamin ton, na bëf prej atyre që me të vërtetë kuptojnë sakt botkuptimet mbi fen, e kuptojnë fen sakt, drejt, mesatar, fuqishëm, e pastaj e praktikojnë atë, fuqishëm edhe bukur edhe mirë, ashtu që i ka hije një besimtari musliman në këtë kohë, në gjitha kohë, deri në gjumon ashme. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.